edhe publiku tashmë besoj është i qartë për faktin se për sa kohë që gjeti këto pasuri që i ka lidhur me veprimtarinë e paligjshme të ministres Balluku, normalisht që hapi radhës procedural është komunikimi i akuzës. Një akuzë më të rëndë në këtë rast. Unë do t'ju pyesja tjetër, po nesër që zonja Balluku do t'jetë... Ne nuk e dim që do të ndodhë nesër. Dim që në tjetër që janë zgjatur hetimet edhe për 3 muaj, nesër ka një thirrje, ndoshta, nuk e dim, ndoshta mund të ketë një komunikim të ri akuze dhe, kujdes, nëse ka një komunikim të ri akuze, linde drejta e SPAK-ut që të qoj të përcjell një kërkesë të re për heqjen e imunitetit për ta mbyllur. Që do të thotë, prandaj Rama nuk i ka thënë, i tha të tijve që duhet të rini nga dishmëri? Ky do të ishte spekulim, por që ta përfundoj se po lexoja tani tash po lexoja, shihni 2 fjalinë e fundit që keni nxjerrë ju. Pra do të varet nga fakti nëse rrethanat e reja janë të mjaftueshme. Pra kërkojnë rrethanat e reja. Në dijenin ton bër publike nga ana e SPAK-ut, rrethanat e reja paska. Ka dhe 2 arsye tjera, do të jem shumë shpejt se është kaq e rëndësishme. Ky ishte në aspektin juridik. Në aspektin e raporteve ndërkombëtare duhet ta dim dhe ta pranojmë faktin që ka pasur dhe ka ende një lloj ngërçi në procesin e integrimit të Shqipërisë me hapjen e kapitujve, me shtyrjen, mbani mend besoj me tha dhe me Kalister që është test i Balluku, të cilat me shumë gjas kanë lidhje me këtë çështje. Dhe fundit pastaj mund të jetë edhe një lloj spekulimi pse është kaq e rëndësishme. Jetojmë në Tiranë, zërat e korridoreve i dëgjojmë, dim fare mirë që në qoftë, nëse ka një lloj dalje përballë të Ramës ndaj drejtësisë, si kurrë më parë. Kjo vjen edhe për shkak të një force politike që zonja Balluku ka brenda grupit parlamentar dhe jo vetëm kaq, por nëse do të ndodhte një akt, nëse do të ndodhte që Rama të vetëve do të thoshte kësaj radhe që duhet të dorëzohemi të mund të kishte një numër që nuk plotësoi numri magjik për ta dorëzuar? Do të kishte me shumë gjas, ky është spekulim, nuk është fakt. Mund të kishte një kundër reagim të zonjës Balluku, që do të thotë që një numër deputetësh që mund të jenë idhujtarët e vet, të mund të rebelohen. Relativisht të lartë me numrin që ka Fieri. Nuk e di, kjo pastaj është, ju thash, gjithmonë jemi në fushën e spekulimit, por me zërat që shoh dhe dëgjoj brenda grupit parlamentar, edhe me një dobësim, pse jo, të solidaritetit të mëparshëm. Nuk është më solidariteti në grupit parlamentar të Partisë Socialiste, me shumë gjas edhe kjo është një arsye se përse vëmendja e publikut është rritur kaq shumë lidhur me këtë çështje. Shërues mjaftueshëm.